Hajde po kthehemi. Propagandojnë e kemi stabilizuar veriun që s'është e vërtet fare. O shumë e vërtet që veriu o stabilizuar me vullnetin e serbëve, me atë që vetëvendosja me listën serbe e kanë aprovuar edhe e kanë vatuar ligjin, e kanë kaluar ligjin për kolonizimin e Kosovës. Serbisë, kjo i ka duhet, edhe kjo i duhet. Të tjerat janë krejtësisht asgjë, të tjerat janë kur gjë heq. Pra dhe njëherë po them. Mua më ka thirrë shkollë, prej nishit, ka e ka marrë në unë s'di. E kemi blenë anë tokë 80 nishin që kemi pas pa përkthyje. Edhe më ka thonë, anë mi marrë ka kemi ble, arin, se jemi konë 3 shtëpi, 2 këtër, që la vyki për troje për kështë. Ka thonë, unë e kumë shqit tokën. Pa tokë që e kumë shqit, unë e kumë shqit me një shmem, sa këni dash ju me marrë. Je sa i bën tokën. Kur të ka thirë kë? Që jo dit. Edhe ka thonë, për mi përkthyje toka të vim bo këto, dije, në qëfë se dënë, duhet me bo pasdar 3. Njëta që është e ka ndodhë. Kështu ju ka ndodhë dhe babgjyshit temë. Vitin 1920, kër e më bo shpërngulja, kër e më bo ato sobe, janë njësë për me shku në Turqi, kanë hypë në tren për Selanik, janë me të mbyllë porta, janë këthyje, apëtim për sëri, Kam ble ka 2-3 herë tokat e tyre. Ka tokat e tyne, dhe më thonë Dhe kjo kolonizimi pëndodhë tash? Jo që pëndodhë, ko me ndodhë. Kjo rëzik i madhë për Kosovën. Edhe mo partija. Ligje për shtetësinë. Unë i vithon qytetarëve, se këm problem, sa ta shumë përthojnë jo s'munët me ndodhë, se kam bo krime. Tash, bashkë kriminell kanë mu këthyje. Ata kriminell që kanë bo krime, mo nuk fiksohen prej aty një kur ti i falë, me legjik e falë. Pra të gjithë sërbet, te 98-ën, kanë drejtë mirë po në Serbi, me dokumenta janë për 500.000 serbë, të cilët gjoja janë, ata i letrat i kanë punëtorë dhe bashkëpunë, dhe më thonë qytetarë të Kosovës. Rëzik i madhë. Edhe, tash, janë 2 rrugë, disa që nuk vijen, i ka letrat e Kosovës, ata kanë me votue për partinë e vetë. Ose për listën sërbe, ose që do të kryojt një parti e re. Serbet po ishtin pëse aty li mësë ligji për shtetësinë. Serbet, për shtetësinë. Serbet tash kanë drejt me votu pej Beogradi, pej Nishi, pej Vronje, pej gjithë kënë që kurse shqiptare që votojnë prej diasporës. Qa do të thotë kjo për Kosovën? Kjo do të thotë për Kosovën që partiit për me edhe ka mundësi, nëse ne nuk mbledhim mene dhe nuk mi qesim krejt publin me votu, që ta qaj kemë për s'kem mu asë 1 milion njerë, atëherë në Kosovë do të kthehet një qeverisje mbi të cilën do të dikton si në Bosnjë, do të diktojnë domethënë edhe partitë serbe. Aqë rreziku i madh. Po si marrë mendimin tim po se u jam historiani, unë ballafaqoj me këto sene. Unë në vitin 1877-78 ku mbroj temën e diplomën shpërngulja shqiptare më agjen nga të pisa në lap. Këtë disha ka ndodhur. S'ka familje që më hi. Edhe ku bisedu me cilat janë ato peripetit që i kanë ndodhur dhe që ka ndodhur për gjatë shpërnguljes. Kjo është kauza që do duhej popullin ta çojë në komb, thu. Pra, unë jam me mendimin që ne populli duhet më shumë në komb, edhe gjitha opozita. Po tash opozita e ka hup edhe e fuqinë, sepse ka pas përplasje të mëdha me fyrje sare ndërmjet veti. Këta janë mënu murujt opozita mësë me kriju fjallor banal aty, po e ka imponuar partia vetëvendosje, ose dhe shoqata vetëvendosje, por gjithmonë janë rujt edhe po mënohen me urujt në kuptimin e saj që hajt nasta këta përmisohen. Po këta s'din mu përmisu. Këta ndalën vetëm me? Këta dalin vetëm me mendime, sikur kur bëhet mendime në një fshat ku vepran ligji, s'ka rregulla, s'ka... I druhet Albini protestave në rrugë? Po gjëre, unë e di që një herë, Albin Kurtit i konvenon do protestat vogla, se gjitha protestat që kanë ndodhur për rrymë për këta dej tash, këto janë do protestat që i ka organizuar vetëvendosja. Pra, disa protestat që janë bo ka i qenë 50-60, ata janë njerëzit, unë një, ata e kanë qenë njerëzit që i qetë qeveria për me mot pusin, për shembull, edhe protesta ma e reale. Duke një orë ju Kurtin, mendoni që ai druhet protestave në rrugë?
Apo nuk i tutet fare? Jo ndëgjoj nga. Një farëformë është pak për mua pak e logjikshme, se ka realizu shumë gjona që jam i bindur që nuk po është më interesu në kuptimin e asaj me marrë pushtetin. Edhe di pse s'është interesu me marrë pushtetin, ose me kriju një qeverit me një opozit, për mëse me majt barën edhe mos mu akuzu për gjatë historisë, se Albin Kurdi e kthej Kosovën apo e shfuti edhe dha mundësinë krijimit të një Republike Sërbe në Kosovë, që ajo Republikë Sërbe në Kosovë sot funksionon. Kjo e ka akuzuar Zajednicën, po tash opozita nuk duhet me akuzuar Zajednicën, po duhet me akuzuar se në Kosovë është krijuar Republika Sërbe e Kosovës. Nuk ka kauz mbështetës të zotit Kurti, figura të rëndësishme, po akuzojnë opozitën, edhe veprimin e Timi Kadriaj, duke thënë se kjo opozit nuk ka kauz. Kur ishim ne në opozit, kishim kauz. Demarkacionin, Zajednicën, kauz. Tash po thënë nuk ka kauz Po, opozita. një kauz tash është. Zbërja e ligjit për kthimin e Serbëve në Kosovë, për kolonizimin e Kosovës në Serbë. Serbia ka me t'i kthy që të njerëzit, se i këtu i paguan njerëzit, atje në Serbi si paguan, edhe i paguan pak, ata kthehen këto. Edhe serbët të cilët kanë jetuar në Kosovë, ata din çfarë jete e kalojnë në Kosovë. Serbët në Kosovë, pas shqiptarë kanë punuar për serbër, për drejtore që kanë pas firmat e gjitha aty në çështje deri në vitin 1989. Na dim shumë. Unë nuk kam punuar në gjimnazi dhe kemi në profesor. Një serb ka qenë, 2 serb kanë dhonë serbisht, ata kanë jetuar edhe i kanë pas të gjitha, edhe banesën, edhe ushqimin, edhe krejt paguar, plus rrogën që ka marrë prej qeverisë, prej krahinës në atë kohë. Serbët e din luksin edhe din jetën që mund me kalu me shqiptarët. Se shqiptarët... A mund të bashkë ekzistojnë shqiptarët dhe serbët në një vend, në një model politik? A besoni në një të ardhme? Po shqiptarët sa jenë të bashkjetu me serbët. Plot e kjenë Mitrovic, plot e kjenë Graçanis duke bashkëpunuar, plot e kjenë duke shkuar atje në Serbi e Kretë. Këto që pi marrin disa kapak, ato këto që pi i burgusin e Kretë. Këto i gjejnë njerëz që kanë krijuar një farë lëvizje ose një farë punë ose ka qenë ushtari që kësë, edhe gjitha ato veç mi paraqit kuptimin e asaj se hej, na nuk, të tregoj kështu Kretë, edhe me spitale, me mjeke, me krejt shkojnë nishën, për në Beograd e krejt shkojnë shqiptarët, e tregtin e bojnë në Merdare, tregtin e bojnë në Vojvodine, tregtin e bojnë në Velika Plane, në Beograd e nishë e krejt mallër për që ati e të vjetë. Harrojnë të letë? Çfarë i ndodhe shqiptarë? Harrojnë? Jo që harrojnë, po këta që shkojnë tash edhe kanë filluar dhe kanë vepruar dhe bëjnë këtë farë manveshe, bashkëpunimi me serbët, këta janë edhe herbët thëmë njerëzit edhe familjet të cilat kanë shku dhe kanë ardhur serbët në për familjet e tyne të shqiptarët. Kanë hy. Në shatin tonë ato. U e din njerëzit të shpëdumi për me në emnin. Kur ka ardhur serbët e krejt, i zdo të shpisi ka thonë, djallit edhe babës që kanë ardhur dhe kanë pas tregti e shitje bleri kështu, edhe ka thënë sine sluzi ka u svoj kuqi. Me të këthy shqipi bjen kështu. Djallo, biro. Hej, shërbehu që me qanë shpetone, veprosi shpetone, se ki e qeli, ki e ranë këtu. Jo, në atë ko ja prishët të reqilakun, thunë. E ta që kur fillum, na mja prish të reqilakun, neve u shpallëm se, hej, bashkëpunëtor të Serbisë. Qysh për i shpall tash, vetë vendosja. Ushtërinë Qlirimtarët Kosovës, të burgosin politik, për ndjekurit politik, veprimtarët, familje që kanë dhonë shumë. Këtë tash, me kritikën që pja u bënë udhëhecëve të që këtë atje për në Hagë dhe me aftë akuza që i ka krijuar, e veçanërisht me deklarata që jep Mimoza Kusari, që jep kjo Gërvalla, edhe që jepin për shembull ky Basha, Dimali dhe Dishkdyne, këtë deklarata anti-UÇK-s, anti-njerëzve që janë Hagë. Të kujtojnë? Të kujtojnë atë kohën të cilën e viteve 80, 81, 82 që krejt fshati e kanë izoluar familjen time. Edhe familjet të cilat kanë djemë të tyne janë marrë dhe janë burgosë dhe janë dënuar politikisht. Të lidh me atë kohë,
Njëjta metodologjia është duke vepruar.